Mirëmëngjes të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në qendrën e numërimit, procesi i numërimit të votave të ardhura me post po vazhdon, ndërkaq rezultatet e deri tanishme tregojnë një epërsi të lëvizjes vetëvendosje. Sipas të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pas numërimit të 80 kutive të votave me post, vetëvendosje ka siguruar mbi 20.000 vota. Në vendin e dytë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me mbi 4.000 vota, ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës ka marrë mbi 2.000 vota. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë deri më tash mbi 1.000 vota. Numërimi i votave me post pritet të vazhdoj edhe gjatë oreve në VM, ndërkaq rezultatet përfundimtare do të publikohen nga KQZ pas përmbylljes së procesit të verifikimit dhe numërimit. Pesë persona janë arrestuar në kuadër të operacionit Reçaku 2 në ndyshimin për përfshirje në masakrën e Reçakut. Sipas prokurorisë speciale, të arrestuarit kanë qenë pjesëtar të njësive speciale të policisë së Serbisë dhe janë identifikuar pas hetimeve disa mujore. Autoritetet thonë se operacioni është mbështetur në prova, dokumentar, materiale filmike dhe dëshmi të siguruara nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Ndërkohë, ministri në detyri punëve të brendshme Xhelal Sfeshla ka deklaruar se krimet e kryera gjatë luftës nga forcat serbe po hetohen dhe ndiqen penalisht si asnjëherë më parë. Ai ka përgëzuar Policinë e Kosovës, prokurorinë dhe AK-in për arrestimin e 5 të dyshuarve për rastin e Reçakut dhe një të dyshuari për vrasje në Ponesh të Gjilanit. Sfeshla ka theksuar se Serbia ka kryer gjenocid në vendin tonë dhe se përgjegjësit duhet të përballen me drejtësinë. Një 27 vjeçar ka mbetur i vdekur, ndërsa babai i tij 57 vjeçar është plagosur në fshatin Kobaj të Prizrenit nga një përleshje mes dy familjeve që janë kushërin mes vete. Sipas zëdhënësit e policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, përleshja ka ndodhur me mjete të forta, ndërsa viktima ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra nga një thik. Babai i tij ka pësuar lëndime trupore dhe është trajtuar nga ekipet mjekësore. Pas ngjarjes, personat e dyshuar dhe disa familjar të viktimës janë shoqëruar në stacionin policor.